35 vite më parë do të niste një epokë e re për Shqipërinë, ku do të dilej përfundimisht nga regjimi monist i Enver Hoxhës. Por për t'u arritur kjo do të duheshin forca të mëdha që deri në atë kohë nuk kishin mundur ta kundërshtonin komunizmin. Pikërisht në këtë vit ishin minatorët në mbarvendit që nisën protestat për rritjen e pagave të tyre dhe trajtim dinjitoz. Në janar 1991, minatorët e Valiasit nisën protestat e para duke kërkuar rritje pagash dhe përmirësim të kushteve të punës. Në maj 1991, gjatë grevës së përgjithshme të organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, minatorët vendosën të ndërmerrnin hapin më ekstrem, grevën e urisë në nën tokë. Kësaj greve u bashkuan edhe minatorë nga mati. Ishte pikërisht kjo lëvizje e cila i dha goditje të fortë regjimit komunist. Për të përkujtuar këtë ngjarje, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë zhvilloi një takim me ish-minatorët e matit. Qyteti Borrelit, Sruja, e Klosi dhe të gjithë minierat e matit është unifikuar në stadiumin e Borrelit me 3 maj të vitit 1991. Pra 35 vjetorit të Sindikatës Pavarur të Minatorëve të Shqipërisë është festuar edhe në Valias të grevës urisë, të cilët dhe ju e keni mbështetur, si të po mbështem sot edhe Batrën, edhe për Theknën, edhe për Klosin dhe për punonjësit e ndërtimeve minjare. Përgëzoj të gjithëve, nesër kemi edhe konvenin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berishës dhe suksese Sindikatës Pavarur të Minatorëve të Shqipërisë. Ish-minatori Jonus Gjetani tregon momentet e asaj lëvizje se si ajo u bë shpresë për çdo qytetar shqiptar. Ka që ditë shtonë, u do të leja për të morën nga policia e rrethit. Në takimin që bëm aty, që nuk prenun asnjë akt marrëveshje për me vazhdu protesta drejt arrestimit. Dhe në variantin 2 që na shën drejtim komitetit ekzekutiv, ke kryetari i komitetit, nën kryetari dhe sekretari e komitetit. Dhe aty dulim për nga boshti politik i politikës atyne, që nuk u prenum. Dhe pse tha boni ju protest? Thash, duhet të bëhet veç për një arsye, thash, se në palatin e turizmin e Borrelit, ishte, si ka qenë fotografia, si t'ja bëjmë ma bukur, 12 metra. E diktator. Duhet hiqe tash e, po se ajo thash ka dalë fare. Kur erdhëm në mjestë e kishin hek. U futëm stadiumin e Borrelit, që i pritje madhështore. E pranishme në këtë aktivitet deputeti e Qarku Dibër, Denisa Vata, tha se Partia Demokratike është krah minatorëve dhe do të vazhdojë të punojë për miratimin e statusit të minatorit. Ju jemi mirënjohës të gjithë juve këtu që jeni të pranishëm, që vazhdoni ta mbani akoma gjallë këtë frymë, sepse realisht keni kaluar periudha shumë të vështira, që nga vitet të paktën 35 vitet e fundit, ku puna juaj nuk është shpërblyer asnjëherë ashtu siç duhet. Statut si minatorit ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet më të rëndësishme të Partisë Demokratike, ku ne së fundmi edhe zoti Kalaja është ndjeni, ku deputetja e Partisë Demokratike, zonja Tabaku, ka paraqitur edhe një projekt ligj në lidhje me statutin e minatorit dhe gjithashtu kemi asur kundërshtimet e qeverisë për cilat nuk është realizuar. Por ne do të këmbgullim sepse jo vetëm mati, po gjithë Qarku Dibër e ka të nevojshme këtë gjë, pasi është një nga punët më të vështira që ju keni kryer gjatë gjithë jetës tuaj. Unë mbetem besim plot që kjo gjë do të realizohet dhe shpresojmë në një qeveri teknike dhe zgjedhje të parakoshme për ta zhdukur këtë qeveri super të korruptuar, ku sot mban peng gjithë Shqipërinë. Greva e vitit 1991 zgjati 11 ditë dhe u kthye në simbol kombëtar të rezistencës punëtore. Shumë minatorë dolën nga galeritë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa mijëra qytetarë punëtor u solidarizuan me ta në gjithë vendin.